Dashi, sot kërkon më shumë fokus dhe vendosmëri në atë që nis. Në punë mund të dalë një sfidë që kërkon reagim të shpejt, por rezultatet janë në favor. Në marrëdhënie një sqarim i vogël sjell qetësi, kujdes me impulsivitetin e vendime. Financat kërkojnë kontroll, mbrëmja sjell relaks dhe reflektim. Demi, dita sjell ndjesi sigurie dhe ritëm të qetë. Në punë ka mundësi për përparim të qëndrueshëm hap pas hapi. Në marrëdhënie harmonia forcohet përmes gjesteve të vogla. Një lajm pozitiv mund të vi papritur. Kujdes me rehatin e tepërt. Mbrëmja është ideale për pushim. Binjakët, sot komunikimi hap rrugë të reja dhe sjell mundësi interesante. Në punë një ide mund të marrë vlerësim. Në marrëdhënie sinqeriteti krijon afrim. Disa ndryshime mund të sjellin pasiguri të përkohshme. Kujdes me shpërqendrimin. Mbrëmja është e gjallë dhe sociale. Gaforia, dita vjen me emocione më të theksuara dhe kërkon qetësi në vendime. Në punë duhet më shumë përqendrim për të shmangur gabimet. Në marrëdhënie kërkohet mirëkuptim dhe durim. Një situatë nga e shkuara mund të rikthehet për zgjedhje. Financat kërkojnë planifikim. Mbrëmja sjell qetësi. Luani, sot energjia është në rritje dhe sjell dëshirë për të marrë iniciativë. Në punë mund të vijë një mundësi e mirë për të ndaluar. Në marrëdhënie kërkohet më shumë vëmendje ndaj detajeve. Një vendim i rëndësishëm kërkon kohë. Financat janë në gjendje të mirë. Mbrëmja është ideale për dalje. Virgjëresha, fokusi është organizimi dhe detajet. Në punë përkushtimi sjell rezultate konkrete. Në marrëdhënie një bisedë e qartë zgjidh një çështje të vogël. Mund të ndjehet lodhje gjatë ditës. Kujdes me perfeksionizmin e tepërt. Mbrëmja është e qetë dhe rikuperuese. Peshorja, sot kërkohet balans mes punës dhe jetës personale. Në punë mund të lindë një bashkëpunim interesant. Në marrëdhënie rikthehet harmonia përmes komunikimit. Një vendim financiar kërkon analizë. Energjia përmirësohet gjatë ditës. Mbrëmja është e këndshme. Akrepi, dita sjell intensitet dhe përqendrim të fortë. Në punë mund të arrihet një sukses i rëndësishëm. Në marrëdhënie kërkohet besim dhe hapje. Një e vërtet mund të dalë në dritë. Financat janë në përmirësim. Mbrëmja është reflektuese. Shigjetari, sot sjell dëshirë për lëvizje dhe eksperienca të reja. Në punë ndryshimet janë në favor. Në marrëdhënie spontaniteti krijon momente të bukura. Kujdes me premtimet e nxituara. Financat janë në gjendje të mirë. Mbrëmja është dinamike. Pritsjapi, fokusi është objektivat dhe përgjegjësitë. Në punë përkushtimi jep rezultate të dukshme. Në marrëdhënie kërkohet më shumë butësi dhe mirëkuptim. Një çështje financiare kërkon vëmendje. Mund të ndjehet presion gjatë ditës. Mbrëmja sjell qetësi. Ujori, sot sjell ide të reja dhe kreativitet. Në punë një projekt mund të marrë drejtim të ri. Në marrëdhënie komunikimi i hapur është çelësi. Një surprizë mund të ndryshojë planet. Financat kërkojnë kujdes, ndërsa mbrëmja është frymëzuese. Peshqit, intuita është shumë e fortë sot dhe ndihmon në vendime. Në punë kërkohet përqendrim për të shmangur shpërqendrimin. Në marrëdhënie nevojitet qartësi emocionale. Një mundësi e vogël mund të rritet. Financat kërkojnë kujdes. Mbrëmja është e qetë dhe relaksuese.